Me një të rënë lapsit, kryeministri Edi Rama lëvizi gjysmën e kabinetit të tij qeveritar. E para ra Belinda Balluku, por nuk e fundosi plotësisht, duke i prerë një gisht si Piro Vengu dhe zëvendësuar atë me Ermal Nufin, një personazh pa profil që së fundmi ka qenë pjesë e stafit të ngushtë të Ballukut, në fillim si këshilltar dhe më vonë si drejtues i bordit të rrugëve. Tek infrastruktura vendosi Enea Karakaçi, edhe ai një vartës i ish zëvendës kryeministres Balluku. Edhe sy Petriti i financave meti në qeveri si krahu i Ballukut. Ranga Kali Eliza Spiropali, e cila pas e si idhulli i saj në përjetësi e largoi për të mos i ofruar asgjë. Në vendin e Spiropalit u emërua ambasadori Ferit Hoxha, diplomat karriere me integritet deri më tani, por mund të pendohet në vijim teksa do kuptoj qartë se kë kryeqeveritar do përfaqësojë në arenën ndërkombëtare. E pa orientuara me postin që mbante Albana Koçiu, iku nga Ministria e Brendshme duke zënë një karrige bosh pranë kryeministrit. Vendin e saj e zuri Besfort Llamallari, që me siguri tenderin e radhës do e ketë për gaz lotësjellës me shumicë dhe pajisje të tjera për shpërndarje protestuesish. Drejtësinë ia dha Toni Gogut, pastori të urtë që pi 2 nëna. Po çfarë treguan këto lëvizje? Së pari, Balluku është një zë i heshtur që i ka mbetur të uroj ish vartësit e saj që e duan shumë, por shefin të madh akoma më shumë për t'ju bindur deri në përjetësi. Ndryshe nga herët e tjera, këto lëvizje të Ramës nuk përbëjnë kuriozitet domethënës për situatën që po kalon vendi. Rama nuk mundet të shes ndryshimet në qeveri si sinjal se Shqipëria po devion paksa nga udha e korrupsionit. I mbetet ende në duar fati personal i Belinda Ballukut, nëse duart e tij do të shtrëngojnë ose jo prangat në duart e Belës. Si mjeshtër i kastrimit trunor brenda oazit personal, Rama mund të kryejë lëvizjen e radhës duke e lëshuar përfundimisht Ballukun, por me joshjen se njerëzit e saj do të kenë në duar kasafortën e taksave të qytetarëve. Kryeministri mori një tjetër adrenalin personale, teksa u kënaq me eunukët e tij që vetëm e dëgjonin dhe nuk bzanin. Ndonjë lot ministre që u shkarkua apo ministri që portin e ktheu në han pa porta nuk konsiderohet as si dëm kolateral. Në vitin e 13 të qeverisjes, Rama rikonfirmoi veten si El Chapo i rilindjes, së tashmë duket e vdekur.